Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 4 maj të 2025-s, duke se është një ditë me disi fillon me pak debate, me disa çështje të pazgjidhura, por kërkojnë vëmendje, sepse kemi disi ca problematika të vogël ku Plutoni futet me një ndalesë për sa përket për të kthyer në retrograd në shenjën e Ujorit. Kushtojeni më shumë vëmendje në ditët e para në çështjet aktuale, gjëra që lindin në jetën tuaj, pasi mund të keni disa çështje përzgjidhur në çështje pune, në çështje karriere ose disa gjëra tjera, por vëmendje kërkohet. Kush do të ketë më kujdes dhe të jenë më të vëmendshëm, kanë bëjnë Demi, Luani, Akrepi, Ujori ditëve të para që kanë ndikim dhe rishikime në realizime të thella në çështjet që lidhen me punën, lidhen me ndryshime të mëdha. Meqense ka diçka që në fakt në lidhje me punën ose disa gjëra që do të diktojnë, do të ndikojnë në fushën e biznesit, është mirë që të jemi të vëmendshëm, të kujdesshëm në çështjet e punës sonë dhe në atë që duam të realizojmë dhe të stabilizojmë. Por gjithsesi, kjo mbetet për të parë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës dhe të çështjeve të mëdha ekonomiko-financiare. Gjithashtu është edhe një periudhë ku kërkon kohë, kërkon vëmendje dhe mundësi në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme.